Bashkia Tropoj ka hedhur një hap të rëndësishëm drejt të zhvillimit të zonës malore duke synuar ndërtimin dhe rikonstruksionin e rrugës Markovçe Tropoj e Vjetër, një segment me histori të hershme që parashikohet të bëhet pjesë e Unazës së Bjeshkëve. Në praninë të drejtuesve vendor dhe përfaqësuesve të fshatrave të njësisë administrative Tropoj e Vjetër, u zhvillua seanca dëgjimore mbi projektin i cili synon të nxjisë agroturizmin dhe të promovojë potencialet natyrore, kulturore dhe historike të kësaj treve. Projekti është dorëzuar Bashkisë Tropoj si një kontribut vullnetar nga një grup inxhinierësh me eksperiencë të spikatur, të cilët kanë vënë në dispozicion njëritë e tyre për hartimin e një vizioni modern dhe të qëndrueshëm zhvillimor. Kryetari i Bashkisë, Regje Byberi, e cilësoi këtë ndërhyrje si shumë të rëndësishme si për banorët e zonës, ashtu edhe për turistët që eksplorojnë në bjeshkët madhështore të Tropojës. Kjo rrugë ka një vlerë të madhe për komunitetin dhe për vizitorët e shumë që vijnë të përjetojnë natyrën e paprekur të kësaj treve, u shpreh ai në një postim në rrjetet sociale. Byberi shprehu mirënjohje të veçantë për inxhinierin Kristat që Pulerin, iniciator të projektit, duke vlerësuar angazhimin e tij serioz dhe kontributin në funksion të interesit publik dhe zhvillimit të territorit të Tropojës.